Zhvillimi i Shqipërisë është i dobishëm për neve. Ka qenë goxha jashtë për Edi Rama në raport me zotin Kurti dhe politikat e tij. Garanti i sigurisë në rajon për sa i përket NATO. Serbia ndikimin e saj në rajon e ka në destabilizim. Përfshihen gjenocid, luftra, vrasje, krime lufte, shihet si vendi kryesor i NATO-s në rajon. LDK-ja ka qenë gjithmonë e lidhur me Gjermaninë. Nuk kanë as aleancat përhershme, as armiqt përhershëm. Presidenti Ibrahim Rugova dhe pastaj është ndjek nga gati se secila qeveri në Republikën e Kosovës, dhe kemi marrë marrëdhënie me të gjithë mirë deri në të qeveri, ku gati se mi prish me ta. Qysh e lexoj unë Edi Ramës ka qenë që me bo Shqipërinë vend të respektueshëm ndërkombëtarisht. Unë e kam pasaportën edhe të Kosovës dhe Shqipërisë. Këtë të trajtim kur e kam pasaportën. E veç e lavdum këtë summit në Tiranë, Edi Rama e fitoi mandatin e 4. Të mos harrojmë ku ka qenë Shqipëria. Në 97 luftë civile, polici kufitar i Shqipërisë me ta kërku pasaportë. Dhe presidenti Vjosa Osmani foli për 900 milion humbje, kur këtu ka patriot që thonë Albini po e lufton Serbinë. I kina sulmove be aleat tonë matë maj. Njeri kur fillon mos me pas sukses për vete, fillon me fajsu këtë botë. Tu ka plot njerëz në Tiranë që e përdojnë Albin Kurti për me sulmu e Tiranën, këtë nasi Kurti. Qonë gjykatë kushtetuese? Qo me njëherë? Apo e zvarit procesin për milion kundërshtar. 48 deputet, zoti tha që nuk i ka pas kur. Bërlëg është edhe politika ju. Mirë mbrëma. Shqipëria në sytë e Evropës dhe në sytë e një pjesë të madhe të kosovarëve, veçanërisht atyre që janë pushtet, po shihet shumë ndryshe nga njëna prej tjetrës. Kosova në sytë e BE-s dhe një pjesë të madhe të popullit, po shihet ndryshe nga ajo që e sheh Albin Kurti. Cili është mesi visar i edhe Shqipërisë dhe i Kosovës, që pastaj gjykimi me qenë pak ma racional. Pse Evropa ka kaq shumë fjalë të mira për Shqipërinë, e pamë edhe summitin e fundit, vlerësimet që i kanë për reformat në Shqipëri, dhe pse ne nuk e shohim Shqipërinë siç po e shohin njerëzit e Bashkimit Evropian. Po tash Shqipëria mendoj unë është në proces të shëndrimit të vendit më të rëndësishëm të rajonit. Në thonë, e dim gjithë, veçanërisht na që jemi pak më në moshe, që kemi përjetu shumë ngjarje, zhvillime gjatë historisë së vonë. Vazhdimisht qendra në një farë mënyrë e rajonit të konsideruar të jetë Beogradi. Apo jo për çdo gjë. Domethënë edhe kur Serbia ka qenë në sanksione, edhe kur Serbia ka qenë bombardume, prapë është pasi një vend i rëndësishëm për shkak të mallësisë, për shkak të ndikimit që kanë vendet e rajonit kështu me radhë. Dhe tash këtë primat është ka e merr Shqipëria në shumë aspekte. Për shembull, një prej gjërave që mua më duket jashtëzakonisht e rëndësishme është që Shqipëria sot shihet si vendi kryesor i NATO-s në rajon, edhe pse janë 3 vende të rajonit. Po flas për këto vende që kanë mbetë jashtë BE-s ende, domethënë 6 vendet e Ballkanit. Malizi dhe pra edhe Maqedonia e Veriut, edhe Malizi janë vende anëtar të NATO-s, mirë po Shqipëria shihet nga NATO si vendi kryesor. Për qëllimet e sigurisë në rajon, që për mendimin tim është jashtëzakonisht e rëndësishme, për shembull infrastruktura që po ndërtohet, ushtarake e NATO-s, baza në Guqov dhe tjera për rreth. Në Shqipëri janë një element i jashtëzakonshëm i sigurisë për neve mendoj unë. Pra për Shqipërinë, po edhe për vende tjera të cilat kanë marrëdhënie miqësore me Shqipërinë, e që është besoj unë edhe Kosova, që do duhet të ishin edhe vende tjera. Dhe në këtë drejtim konsideroj që përveç aspektit të këndvështrimit pra nga perspektiva e Bashkimit Evropian, është shumë e rëndësishme që Shqipëria është ka bëhet garanti, ose do të bëhet, garanti i sigurisë në rajon për sa i përket NATO-s. Kjo neve na intereson shumë si Kosovë, me që ne ende jemi në një raport jo fort paqësor e jo fort miqësor me Serbinë dhe rrezikohemi nga ajo. Dhe në këtë drejtim konsideroj që ata që dështojnë me pa këtë gjë, sepse kanë zili dhe ose inat ose mos durim ndaj Ramës, Edi Ramës, pra kryeministri i Shqipërisë, e bëjnë një gabim jashtëzakonisht të madh. Zhvillimi i Shqipërisë është i dobishëm për neve, edhe nëse ky zhvillim që ka një herë edhe padrejtësisht ju atribuoj ka Edi Ramës. Tek e fundit Edi Rama ka me qenë kryeministri dhe Nikolës, ka me qenë më për Shqipëria, ka me mbet aty, dhe ky pozicion ndërkombëtar i Shqipërisë ka me mbet aty shpresojnë.
Pra ndikimi i Shqipërisë po rritet për shkak të ndikimit pozitiv që e ka për paqe. Ndërkohë që Serbia ndikimin e saj në rajon e ka në destabilizim. Pra janë dy shtete me ndikim, ne jemi në mes të dyjave, njëra për paqe, që dihet këto vitet e fundit ka qenë goxha jashtme për Edi Rama në raport me zotin Kurti dhe politikat e tij. Pikërisht duke ndjekur logjikën e mos destabilizimit të Kosovës edhe të rajonit, që ndoshta ka njëherë ka qenë më i ashpër se sa vetë antarët e Bashkimit Evropian apo Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk është pëlqyer. Dhe Serbia nga ana tjetër ka ndikim të madh sot në Kosovë me destabilizim. Në Bosnë po ashtu, në Malzi po ashtu, në gjithçka. Po pse s'po e marrim na si të mirëqen për neve, si dobishme për neve, këtë rol të Shqipërisë. Po, tash u mendoj që kjo është një kombinim i faktorëve, dhe po, domethënë, gjëja më e rëndësishme. Qysh na e shkëndesh me analizu këtë situatë, ose këtë realitet që po ndërtohet, është pikërisht ajo që thatë ju. Domethënë, i kemi dy, si të them kështu, lloje të politikave që janë ndjekur nga dy vende të rëndësishme të rajonit. E përmendet ju Serbinë, përfshirjen gjenocid, luftra, vrasje, krimet lufte, destabilizim, lidhje me lindjen, pra afërsi me Rusinë, afërsi me Kinën në kështu me radhë. Dhe kemi pastaj Shqipërinë që kanë ndjekur një politikë absolutisht të kundërt me kësaj. Pra ka qenë e kundërta komplet e politikës që kanë ndjekur qeveria në Beograd, me Vučićin, me Miloševićin, me pak dallim nga tjerë, domethënë. Dhe në këtë drejtim konsideroj që na duhet me analizu pikërisht nga ky këndvështrim. Cila prej politikave sjell më shumë përfitime në fund të fundit. Secili lider politik, kur ti merr veprimet e veta dhe ndjek një politikë caktuar, e merr një fat koste. E mbarti va rreziku. Për shembull, Edi Rama ka bërë rrezik për politikën që e ka ndjek. Nuk është politika e Edi Ramës gjithnjë e mirë pritur. Në Kosovë ose jo, po as nganjëherë në Shqipëri. Për shembull, marrëdhëniet që ai i kishte ndërtuar një kohë me Vučićin në qeverinë Beograd janë kritikuar shumë, edhe sot e kësaj dite i kritikuan. Dhe i faturohet si njëri dhe i faturohet po pra quajnë edhe vllai Vučićit, dhe quajnë Alati kështu me radhë. Ndërkohë që na duhet me shiku nëse kjo politikë e paqes, bashkëpunimit edhe investimit për një të armë më të mirë që e ka ndjekur Edi Rama, a është shpërblyerje kjo për Shqipërinë apo e ka ndëshkuar Shqipërinë? Deri tash na po e shohim që e ka shpërblyer Shqipërinë. Deri tash na po e shohim që politika kryenese mos bashkëpunimit dhe nxitjes së trazirave e tensioneve vazhdimisht që ndjek Vučići, nuk është që po e shpërblen. Për shembull, po, ka pas një periudhë kur liderët e ndryshëm politikë kanë pas zili Vučićit. Si po mundet kjo me lindjen dhe perëndimin? Ku është sot Vučići? As lindje as perëndim. Domethënë, kjo politikë, edhe pse mund duket shumë atraktive për një periudhë shkurt kohore, në afat gjatë shkakton shumë probleme. Ka pas diskutim edhe këto kur shumë bile sa e majnë menun, sa e di në këtë qasë e ka pasë edhe vendosja një kohë, kur edhe partijakisht, po edhe si shtetë si Kosovë, me lidh aleanca. Ta zëm, LDK-ja ka qenë gjithmonë e lidhur me Gjermaninë, për shkak të lidhjeve të saj partijake që i ka, dhe raporte shumë të mira që i ka me Gjermaninë. PDK-ja një periudhë tepër të gjatë ka pas raporte të ngushta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të politikave që kanë ndjek zoti Thaçi, natyrisht se ata nuk kanë as aleancat përhershme as armiqt përhershëm. E pa me rastin e Sirisë, me president udhëhecin e Sirisë. Ndërkohë vetëvendosja pati mbetur kështu në një situatë pa aleat dhe ka pas tendenca gjatë të mëdha nga leximi i jashtë dhe nga komunikimet që kanë pas me njerëz, me pas një aleancë me Turqinë. Dhe tash kur po e shoh në Kosovë, të udhëhequr nga vetëvendosja, në fakt po ma konfirmon mua të çastin e mëhershme që ka pas ky subjekt politik, që me pas aleancë jo me perëndimin, domosdoshmërisht, por me pas me një vend që është as lindje as perëndim, dhe që na lidhin shumë çka dhe rrethonat historike edhe e kaluara me Turqinë. Dhe kjo çështje të cilën e ka ndjek zoti Kurti, mos na ka sjell neve në një situatë
të keqe tash, kur në fakt nuk e kemi më asnjë aleat, paktën një aleat me pas. Se kur na bërtet dikush në Bashkimin Evropian, një tjetër me thonë ka dalë se nuk kanë bashkëfaj. Mos kemi met krejtësisht pa aleat, ndërkohë Turqia nuk është që po na del në krah. Po tash unë mendoj që për vendet sikur Kosova, natyrisht na duhet me pas një gamë të gjerë të bashkëpunimeve dhe aleancave, sepse secili shtet është i rëndësishëm. Veçanërisht Turqia tash. Veçanërisht Turqia, na i kemi si Kosovë shumë qartë të definuar cilat shtete as na dojnë të mirën e as dojnë me pas marrëdhënie, që janë Rusia, Kina këtu. Domethënë deri tash, natyrisht mund kemi më ndryshuar të ardhmen. Unë nuk e kam problemin te aleanca që ti bën, ose aleanca që ti shton. Me vendet të cilat megjithatë janë vende të botës perëndimore, janë demokratike kështu me radhë. Me ato që humb. Me çalesat e caktuara, unë kam problemin te qasja ekskluzive. Për të qasja për shembull që na e kemi qit alat, ta zon Turqinë, ose cilin do prej vendeve dhe me tjera të sillni keq. Se nuk mundet një vend me ta kryej punën kur. I vetëm. Natyrisht, sepse edhe ata, si Turqi, si Gjermani, edhe ata kanë aleanca të tjera, kanë bashkëpunime të tjera. Dhe kanë interesa që dalin për te interesave tua. Në këtë drejtim konsideroj që për shembull politika që e kanë nis presidenti Ibrahim Rugova dhe pastaj është ndjek nga gati se secila qeverinë e Republikës së Kosovës ka qenë përfshirja. Domethënë bashkëpunimi me të gjitha vendet që na kanë ndihmuar dhe mirëmbajtja e kontakteve dhe marrëdhënieve me ta. Edhe kur ka pas për shembull mos pajtime për çështje të caktuara, ata kemi pas kanë herë mos pajtim me Gjermaninë, po afër me Amerikën, kanë herë me Britaninë e Madhe, kështu me radhë çrëndsi ka. Pra kemi marrë marrëdhënie me të gjithë mirë deri në të qeveri, ku gati se mi prish me ta. Dhe problemi këtu është për shembull nëse e krahasojmë me politikën e Edi Ramës. Edi Rama i ka punë mirë me Turqinë, po. Shumë mirë. Këtu desha të them. I ka punë mirë shumë mirë me Gjermaninë, me BE-n përgjithësisht. Me BE-n, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është përfshirës. Po mundet me pas edhe me Turqinë, edhe me Bashkimin Evropian, me Britaninë e Madhe që tash i gati. Absolutisht, për shembull, marrëdhënie të shkëlqyera. Edhe pse me Italinë ka dashuri. Edhe pse ta zëm për shembull me kryeministin britanik Edi Rama i tha jo në kërkesë të tij që është shumë e rëndësishme për Britaninë. Do tash Britania po lyp opsione të tjera. Domethënë se këtu kanë po keq kuptohet. Aleanca në kupton ju thonë gjithpo jo. Ka rëndësi çysh ju thuaj jo, ka rëndësi për çka ju thuaj jo dhe ka rëndësi çysh ndërton bashkëpunimin në përgjithësi. Sa nuk është një-dimensional. Domethënë kjo është goxha shumë çështje pazarit, një-dimensional ta kryesh të punë të kryesh të punë. Aleanca ndërtohet në shumë fusha. Dhe këtë drejtim konsideroj që për shembull, pse mu më duket politikë e mençur e jashtme e Edi Ramës, nuk po futem te politika e brendshme me foja ato më. Politika e mençur e Edi Ramës është që e ka pas një synim. E synimi që e lexoj unë e Edi Ramës ka qenë që me bo Shqipërinë vend të respektueshëm ndërkombëtarisht. Dhe këto e kam ri. Pra kjo ka qenë strategjia që e ka ndjek dhe gjithë ato që i ka bo për me e investuar në qytetin. Problemin që unë kam me politikën që kemi sot, ose që kemi pas deri dje në qeverinë e Republikës së Kosovës, është që nuk shoh strategji. Shoh veç taktizim. E taktizimi nganjëherë mund më dal fitimtar në momentet e caktuara, po në afat gjatë mund të kushtojë shtrajt. E strategjia e Edi Ramës ka qenë me bo vend të respektueshëm Shqipërinë. A është sot Shqipëria vend i respektueshëm në botë? Unë mendoj që shumë. Unë e kam pasaportin edhe të Kosovës dhe Shqipërisë. Edhe kur udhëtoj shumicën e kohës me të Kosovës, po nganjëherë edhe me Shqipërisë. Këtë të trajtim kur e kam pasaportin e Shqipërisë. A kjo ka qenë këtë ndryshme vetëm para 5-6 vite, 7-8 vite. E kundërta. E kundërta ka qenë komplet. Domethënë në këtë drejtim, për shembull, rritja e numrit turistë, rritja e çarkullimeve përmes aeroportit të Tiranës, që kam rritur në mbi 10 miliona, sa ka qenë 12 milion në vitin e kaluar. Kjo tregon që sot bota perëndimore Shqipërinë është si vend sigurt, vend shumë atraktiv për me vizitu, edhe vend të respektueshëm. Siç e tregoi edhe Samiti dje. Tash, a ka aty një problem për shembull që është pak e orientuar shumë te personi, më shumë se unë që kisha pas qef, po pra, ka. Po megjithatë kjo nuk e zbën fakti që Shqipëria sot nga perspektiva e botës perëndimore shihet si vendi më i rëndësishëm dhe më i mirë me bashkëpunim në rajon. Neve që lavdum këtë summit në Tiranë, paraqitjen e Edi Ramës, performancat e tij, sa i ka dhe performanca natyrisht. Krejt atë pamjen që është në shumicën e kohës, të rasteve është dora e tij artistike që i jepet, edhe ambientit ku vendosen. Hecja rreth Skënderbeut që është shumë e rëndësishme se na duhet, edhe sot po na duhet Skënderbeu neve për të dëshmu botë se jemi perëndimore, nuk jemi lindor. Të gjitha këto
që u lavduan nga ne, këtu na sulmuan, mu personalisht, duke thënë se Edi Rama e fitoi mandatin e 4, pse ai nuk është autokrat, ndërkohë Kurtin e kritikoni këtu, pse i fitoi zgjedhjet, ndonse nuk po mundet ta zgjedh as kryetarin e kuvendit i limot bëj qeveri, këtë po e konsideroni autokrat. Paçka asnjëri prej këtyre nuk e kemi thënë dje, të paktën unë, rreth këtij samiti. Tash, pse këta njerëz nuk e kuptojnë autokracinë që nuk lidhet me sa mandate fiton, por me sjelljen edhe me veprimet e një udhëheci. Autokraci ka në Shqipëri, sigurisht. Absolutisht. Por nuk e kemi gjykuar shumë politikën e brendshme ne në Shqipëri. Problemi është Kosova ka tendenca mja të kalu Shqipërisë me autokraci, dhe ndërkohë ky me u sill si demokrati i madh, jo në rajon këtu, po në Europë. Mos kemi edhe na pak gjykim të gabuar dhe ata që na kritikojnë kanë drejt, apo ata nuk janë kërkah me këtë realitet? Jo, spari unë mendoj ato që e thatë ju, për shembull me marr vesh një shembull, Angela Merkel ka qenë kryeministre e Gjermanisë për mos gabosh 16 vite, ka fituar zgjedhjet, kur si ka thonë autokrat. Domethënë çysh e fiton ti zgjedhjet bën autokrat ose demokrat. E jo sa ke fituar, se mund të fituar shumë herë. Nëse njerëzit kanë për shembull pëlqen për ty. Tash a ka elemente të, si më thon kështu, orientimit të votave dhe zgjedhjeve në Shqipëri, sigurisht që ka. Unë jam më shumë i thar ide se ka dy mënyra që ti i vështron situatën. Për shembull, ti mundesh me krahasu Shqipërinë sot me ku ti ke qef ajo mukon, unë ti që dojmë Shqipërinë, se ka edhe që se dojmë fatkeqësisht. Ose mundesh me krahasu edhe ku ka mëri prej konisë. Unë që shtu e krahasoj. Natyrisht që e kam një ideal që kish dash më kon Shqipëria dhe shpresoj që ka me mëri shpejt ato dhe ish dash me punu në drejtim. Tash mbase edhe Edi Rama nuk është ai që ka me qua ne, ka marrë dikush tjetër shumë mirë, po kjo e ka vazhduar rrugën për mendimin tim në mënyrë shumë të suksesshme. Mirë po, të mos harrojmë ku ka qenë Shqipëria. Në 97 luftë civile. Na kupton. Do të thonë Shqipëria ka qenë në 99-ën kur kemi shku, kur ka ra muri i Berlinit, me fillu për asaj, kur ka ra muri i Berlinit, se që atëherë kretë realitetet politike në këtë botën e lindjes, Evropën lidore, ka ndryshu. Kur ka ra muri i Berlinit, Shqipëria po në vendi skajshmërisht më i varfër. Jo vetëm në rajon, në Evropë ose po edhe në rajon. Me kurfar perspektive, me kurfar imazhin botë, ose më mirë thënë me imazh jashtëzakonisht të keq në botë. Dhe pastaj kemi pasur ato vitet e 90-të, të cilat kanë kulmuar me 97 me luftën civile. Ku është dashur me ndërhyjë NATO për me ndal. Domethënë mos më shkatërron komplet shteti apo jo. Dhe prej atij momenti, Shqipëria është nisë në një rrugë shumë herë pa e ditë ku po shkon, deri unë mendoj më së shumti në qeverisjen e Edi Ramës, kur e ka pas një val vizioni ku po do të shkojë. Ku po do me çushi. Ku po do me çushi Shqipëri. Tash, ka kritik që thonë që zhvillimi i turizmit, për shembull, e krijon një farë fluske financiare, por nuk është zhvillim ekonomik për ne. Kjo edhe mund të ndodhë, edhe mund të jetë e vërtet. Vetëm se unë mendoj që duhet me pas parasysh që për Shqipërinë gjëja më e lehtë e bëshme për një zhvillim më të hapshëm ka qenë zhvillimi i turizmit së pari. Zhvillimi i turizmit pastaj është zinxhir ekonomik që të sjellë edhe zhvillimet e sektorëve të tjerë. Natyrisht. E garantuar nuk është. Mirë po kjo rrugë që është ti mundesh për shkak të këtij. Tazëm, a e ka pru pikërisht turizmi një element shumë interesant në ekonominë dhe shoqërinë e Shqipërisë. Për shembull, arsyet pse tazëm kthehen disa prej shqiptarëve që e kanë shkuar në Shqipëri gjatë 90-tave, fillim viteve 2000 për Itali, për Greqi, sot pse kthehen? Mas shumë të kthehen për me investuar në turizëm. Qelin restorane, punësojnë njerëz, për shembull na kemi mrizin e zonave, në restorant që janë këtë Evropa sot, që është pikërisht që silloj ndërmarrësi. Pra, kjo tregon që kjo ka potencial që jo vetëm me ndal migracionin, po eventualisht edhe janë nisë më kthyr shqiptarët në vendet e tyre sepse shohin perspektive ekonomike. Tash unë nuk jam i thare aty që thonë kjo është veç merite e Edi Ramës. Natyrisht jo. Jo në rrethana, ato zhvillimi më hershëm se ka pasur atë zhvillime. Edi Rama për mendimin tim ka bën një gjë të mirë, jashtëzakonisht shumë. Që ky e ka përshpejtuar që të hap. E ka përshpejtuar që të ndërtim të imazhit të Shqipërisë dhe ka bërë Shqipërinë një vend i cili sot qepesa është i lakmueshëm për shumë njerëz. Për shembull, plot pensionistë italianë sot shkojnë me jetu në Shqipëri. Si të marrin pension atje, vinë këtu, blejnë banesa shtëpia dhe jetojnë që aty. Dhe këtë drejtim konsideroj që qëra për shembull. Tasa,
antarësimi i Shqipërisë nesër në Bashkimin Evropian para Serbisë, që duket e qartë që ka me ndodhur, nëse nuk dyshon ai sa shumë e madhe. Domethënë, nëse çdo gjë shkon sipas planit, Shqipëria është shumë më herët Serbisë brenda Bashkimit Evropian. Çka nuk kupton që kjo për nacionalizmin e egër serb, edhe e din qytetarët e Republikës Kosovës. Domethënë, nacionalizmi i egër serb e ka pa shqiptarin qenie të dorës së dytë, njëri me besht. Edhe sot e kësaj riti që është na shoj. Shqiptari mu bë pjesë e BE-s para tyne për ta vdekje. Dhe ata sot mund të jenë të fundit për antarësim. Absolutisht. Për shkak politikës që kanë ndjerë. Mirë, Visar, po ne këtu a imagjinojmë se një ditë, mbase para 2030-s, gjasat janë Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian. Nëse veç ecin të gjitha sipas planit. A imagjinojmë ne që një ditë duke shku për vikend në Shqipëri, në Durrës, në Shëngjin, në Tiranë, ku do qoftë, polici kufitar i Shqipërisë me ta kërku pasaportën. Pra dhe me mrina në një pikë, kur pika kufitare që momentalisht nuk ekziston thujse me Shqipërinë, për shkak se ata janë antarë të Bashkimit Evropian, duhet me u vendos pika kufitare dhe secili me pas dokumentin valid. Pra, fati jonë i mirë që kem liberalizim e mund të hysh pa vizë, por që kjo një gjë e tillë mund ndodh. Dhe pse mund ndodh një gjë e tillë? Pse ne me pas këtë fat? Pse jo ne me o antarësu së bashku me Shqipërinë dhe me Malin e Zi, me ecë para Serbisë. Jo të gjitha këto janë për fajin tonë. Se natyrisht Kosova nuk e njohin 5 vendet të Bashkimit Evropian. Kosova ma vonë është bërë shtet, ka problemet me Serbinë, Serbia nuk na njen njëve si shtet, por ne a kemi mujt me bo hapa shumë për para, që me pas aleanca me na i letësu rrugën, dhe jo tash ne me qenë në sanksione. Nërkohë që Evropa kishtë zbrit në Tiranë, bashkë me NATO-n, Kosova është në sanksione. Dhe presidentja Vjosa Osmani foli për 900 milion humbje, nga të cilat kosovarët dhe shteti jonë janë të privuar me pas qasin në këtë fond, këtë buxhet. Pra, ekonomikisht është shumë dëm i madh, politikisht jashtëzakonisht shumë. Dhe si ta interpretojmë një gjë të tillë? Kur këtu ka patriot që thonë Albini po e lufton Serbinë, por jemi të izoluar. Është BE-ja me Serbinë, apo ne nuk jemi bashkë me BE-n? Tash, domethënë për çka pas shumë çështje u shtrova po kjo është pyetja kryesore, domethënë për çka pas politika të BE-s, ka shi rajonin në përgjithësi, se kanë qenë absolutisht pa drejta. Kjo është e vërtetë, diskriminuese kanë qenë shpërfillse ndaj integrimeve, domethënë nuk e kam pas këtë kam pas simpati për një shtet caktuar për çfarë do arsye edhe kur ai Shqipërinë ka pas çështje të tillë. Edhe për Shqipërinë natyrisht, edhe për Shqipërinë. Po kjo simpati më shumë ka qenë orientuar ka shi, s'pe e quaj simpati, ka shi serbizëm. Më shumë ka qenë në farë mënyrë sikur e kanë pas Serbinë si vend jashtëzakonisht të rëndësishëm për shkak potencialit vet, për shkak të madhësisë ekonomisë kështu me radhë, dhe në farë mënyrë rajoni ka qenë i vrojtuar nga perspektiva e përparimit të Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Pra sa më shpejt që shkon Serbia, këtë vendet tjera të rajonit e ka më shpejt. Fatmirësisht po duket që e kanë ndryshuar këtë çështje dhe mendoj që kjo është pozitive. Sepse kjo ka qenë lexim i gabuar. Pra kanë menduar që nëse e bëjmë Serbinë mas pari vend Bashkimit Evropian, atëherë këto vende tjera automatikisht fillojnë edhe parafrohen sepse nuk e kanë më pengesën Serbi. Por kjo doli të jetë e gabuar me që kanë vendosur si të një fuqi të jashtëzakonshme politike në durë të Beogradit të fuqishit, i cili pastaj ka keq përdorur këto për me rujt veten në pushtet. Dhe tash, e kemi situatë tjetër ku BE-ja së paku sinjal që po i dërgon është që cili do prej vendeve që i plotëso kushtet vjen te na. Pra në farë mënyrë është kthy diskutimi që megjithatë varet prej teje. Jo krejt prej teje, po varet prej teje shumë. Dhe këtë drejtim unë mendoj që na duhet me shiku pozicionin tonë politik si Kosovë. Kjo që varet prej teje po se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë qenë në të njëjtën rrugë, njëjtën trase të integrimit. Absolutisht. Maqedonia ka mbetur përpara. Absolutisht. Dhe pse ka mbetur përpara? Për shkak se në pushtet erdhi një qeveri
që është e orientuar dhe ka lidhje me lindjen, me Rusinë, me Serbinë, dhe kemi një grup në partish shqiptare të cilat sot janë nënshtru kësaj fryme anti-perëndimore e cila mbizotron fatkeqësisht në Maqedoninë e Veriut, janë kthy nacionalizmit, janë kthy aleancave të fuqishme me Serbinë edhe me Rusinë. Ne nuk kemi aleancë me Rusinë. Domethënë kushdo që është në pushtet këtu nuk lidhet me Rusinë. Por megjithatë, po ka lider të cilët nuk po lidhen as me perëndimin. Është mos harrojmë, është një fatkeqësi e madhe pashtu që kryeministri jonë ka ndihmuar krijimin e qeverisë në Maqedoni. Po, ja po se po. Edhe sot për shembull marrëdhëniet e vetme që mund të quhen si marrëdhënie i kemi me qeverinë e Maqedonisë së Veriut. S'kam problem me Maqedoninë, ka problem me Mickoski. Edhe të drejtim, domethënë mendoj që kjo është ajo që na i shkëndesh me Anis edhe me e pyet veten si politik. Nuk është qëre, nuk e kam këto, s'po them për shembull, nuk jam prej atyre. Kjo është tepër vije hollë e cila në fakt po tregoj ka për orientimin tonë, po? Po tash orientimin e qeverisë. Po tash është kjo padashje, është çështje e rrethanave, është e mirë menduar, është e pa menduar, nuk e di, po kjo është e dëmshme mendoj. Nuk është e dëmshme, prapë them, nuk është e dëmshme pse kemi marrëdhënie të mira me Maqedoninë e Veriut, duhet me pas. Se kemi shtet fshin. Është e dëmshme se kemi marrëdhënie të mira me kërkon tjetër. Çdo problem. Problemi është që na kemi menduar ose më mirë thënë kryeministri Kurti dhe lëvizja vendosi ka menduar që duke u sjell ndryshe për asaj siç është sjell Kosova, pra duke mos qenë konstruktiv, duke kërstuar me tensionim, duke bë probleme në farë mënyre, sipas atij postulatit të vjetër popullor që fëmia që ka nuk shqehet, na kemi përfituar. Hajde që e provuam, ai hoqëm për sistemit. E provuam, a përfituam jo, mendoj që do të më ndru. Që ta po them, taktika nuk mundet me qenë më e rëndësishme se strategjia. Strategjia është e rëndësishme. Ti e ki synim me shku pej Prishtinë në pej. Tash, a i bje knej ka Skenderaj, a i bje ka rruga për pej, a i bje në rrugë tjetër, ato të ke fundit dhe zgjedhë që është konvenon. Po do me pa natyri, je për gut, kejtë to janë të rëndësishme. Pompej me mri, po. Pompej me mri. E na kena thonë, ma e rëndësishme është me diskutua për bim kneja, kneja kena rrugë për shkojnë. E tash as pedim ku jem të shku. E tash pëthojmë jo ma mira me ratë majtë, po atë majtë atë jatër valë për ku bëdë me shku. Në që drejtimën e shoh politikën e jashtë në Kosovës, komplet të qërientuar. Po politikë, po. Komplet të qërientuar. Sepse as nuk e kena ditë më ku për shkojnë, as nuk e kena ditë kënë e kena shok. I kena sulmuve be aleat tonë matë majtë. Na përshamë sekretarin e shtetit kena qujtë na evë. Albin Kurti. Albin Kurti, për na Kosova. Sa e përbjen Kosova, ta shërë. Qëra qashtu jënë ka na shojnë. Po. Se na mujna me thonë, jo veç ky, jo veç ky. Jo tash po na shojnë njëjtë. Që ky është juj. Sepse fryma që është ndërtu anti-perëndimore është e tmerrshme. E që kjo nuk kam naçu. Se një deklarate e Blinkenit ta zëm, apo një diplomati amerikan, ti i ki 500 komente poshtë të shqiptarëve nga më të ndryshmet. Fyse, linçuese, të tmerrshme. Dhe ata natyrisht i lexojnë këto. Dhe nëpërmjet tyre unë besoj e lexojnë frymen tonë si popull. Dhe kemi mri pra po kthehemi te Albulena Haxhiu. Pra Kosova sot është me përshkruar me një fjalë, çaqe izoluar sa mundet të personifikohet me një figurë që është Albulena Haxhiu. Sepse ata nuk po e dojnë parti tjera. Dhe për këtë arsye kuvendi nuk po themelohet, nuk po bëhet qeveria, për shkak të një individi që e kanë zgjedhë këta Albulena Haxhiun. Kish kalu. Dhe Kosova, për shkak të një individi politik që është Albin Kurti, po më duket ka met njëjtë sikur kuvendi Kosovës që është tash. Edhe kemi kështu, do me thonë, tash është ka ndërtohet me sa për shohën nga reagimet publike. Natyrisht, base nuk janë shpërfaqje sentimentit popullor në përgjithësi. Me gjithë ato individ, po është ka ndërtohet një farë fryme e zidis. Për shembull, njeriu kur fillon mos me pas sukses për vete, fillon me fajsu këtë botën. Po, është shumë interesant, edhe në rrafshin individual. Edhe, për shembull, sjellja që kemi pas, ose reagimet që kemi pas nga Kashi Samitit në Tiranë, të zëmë, ka qenë reagim zidije. Kur gjë nuk ka ndodhur në Tiranë kundër Kosovës. Absolutisht jo. Ka qenë ftuar me prezidentin, ka marrë pjesë aty. Meq ajo është në pas, domethënë s'ka mujt me thirr kryeministrin se është në detyrë. Deputet është, pra s'është kryeministri, po. Dhe Samiti ka shku, ka qenë planifikuar shumë gjatë. Fakti që për shembull aty ka dalë mirë Shqipëria dhe Edi Rama,
neve na pengon. Pse na pengon kjo? Unë mendoj që pikërisht na pengon sepse që kjo e shpërfaq qysh nas po kemi sukses. Domethënë na kemi filluar me e kuptuar që në fakt Kosova nuk është duke pas sukses në asgjë. Në tash na pengon suksesi secili. Edhe një farë gërmia hillit që mbajke këtu në herë, këtu nuk po mbahet. Pastaj s'po mbahet. Na dashte me Sani Hillin me hjek, edhe na ka qesim Sani Hillin pikturit apo jo. Për shkak do bakrinave, do tokës. Për shkak do një qasje problematike ka shi idesë pronësisë publike zhvillimit e kështu me radhë. Për shembull, na thëshin jo pse më jallon tokën këtij se kjo e ka biznes. A nuk e folshin fare, nuk e këshin natë çaj biznes sa pare për na i bjen neve. Si Prishtinë, si Kosovë përgjithësi. E rëndësishme është ai mos me fitu. Rëndësishme është ai mos. E kjo zili. Ma shumë se sa ne sa humbim. Kjo zili, prandaj unë po them që çore. Absolutisht unë e di që ka njerëz në Kosovë që për shembull e përdorin Edi Ramën për me sulmu Albin Kurtin. S'mendoj që duhet me bëj. Ktu ka plot njerëz në Tiranë që e përdorin Albin Kurtin për me sulmu Edi Ramën, kot na si Kurti. Unë them hajde të pikëqyrojmë racionalisht çdo dy lloj politikash dhe të shohim cila po është më e mirë. Edhe na mujmë me ndru, më bëj më të mirë. Nëse që kjo përdhes ka, pse nuk po sillemi çështën? Pse për shembull mundet Edi Rama me dalë me thonë qëre, e armi është e rëndësishme. Na kemi zero problem, na kemi politikë të zero probleme me F-qin. Pse me pas probleme me F-qin? Për sa kohë që mundesh me bashkëpunu me mes përpara, pse mos me bashkëpunu me mes përpara? Na kritikojmë ata, qysh për shembull ai po don me pas marrëdhënie ekonomike me Serbinë, që unë mendoj që Shqipënia ka lëvërdi me pas marrëdhënie të mira me krejt. Ndërkohë jemi të mbytur për mallra me Serbin. Ndërkohë që na më shumë të kemi marrëdhënie ekonomike. Po. Domethënë, jo më shumë ti. Ata më shumë ti shesin Kosovë, se na nuk shesim Serbinë. Më shumë ti për keq në vend, po them atë. Po. Dhe këtë drejtim, atë ti domethënë ti veprat pi bën e fjalë pi fol të gabuar. Edhe çto po të kushtojnë pastaj. Që kjo është politika e pamëshme që jemi të një. S'është kjo kundër Albin Kurti, kundër dikujt tjetër, kjo është kundër një mendësie politike që nuk bën me leju më na u ndërtu këtu. Sepse na kemi pa në historinë tonë të vonë, qysh e psojnë shtetet që hinë qëtë lloj euforie. Popujt. Se kemi pas popull që kanë hinë qëtë lloj euforie. Duka qenë Gorani ka një thënje se cili bëhet serb një herë një. E ka shansën. E ka shansën. Shkot me shfryzru, pa e ka shansën. E tash, do më thonë, pse i kemi lakmina që asë sjellë, unë se kuptoj. Na, pse i kanë lakmit disa njerëz që i kanë. Ose për shembull që e përmendet, nuk kemi qenë vetëm në Kashi Amerikës, secili njeri që e ka thonë një gjë që nuk është pajtu me pejgamberin, ai ka qenë i shpallur në armik. Pra diplomat gjerman na i kena gështu në për rrjetet sociale, apo jo? Që Gjermania ka qenë vendi gati se ma me ka shi qeverisë Kurti krahasuar me këtë tjera. Çka s'ju kena thonë? Që dje patëm diplomatin ambasadorin gjerman, për zoti Rodi, i cili tha qërën futbol, tha kur funksionon lojtari ndran. Jo përgjith zoti miku im Dimal Pasha. Me njëherë. Tha nuk mundesh me ndru tha kundërshtarin. Me njëherë, domethënë. Po dhe ju përgjigj edhe ju përgjigj mirë. Ti dush me fitu, apo do me fitu? Nëse do me fitu shte njërin që jem golla, këpëllë gjë po do me fitu me njërin që s'di me lon golla, pas s'mo me fitu ashtu. A i ke shumë, për mendimin tem, analizi shumë e thjeshtë dhe e lehtë e kuptueshme. 17 herë dështaj Albolin Aziu, se prapë s'po mundemi me ikë kësaj çështje, këtij problemi. Ky është problem shumë i madh. 17 herë, ndërkohë partia vetëvendosje ka tendenca që kundërshtime rregullore në Kuvendit të Kosovës, Kuvendi mbledhet vetëm një herë në javë, se po mendojnë që e kanë tepruar të mbledh çdo 2 ditë, një herë në javë që me provu me rrugën e njëjtë me daljen e saktë të caktuar. Domethënë nuk po shkojnë njëna me tjetrën. Apo provon me i lodh kundërshtarët politik, si mas teje zoti Kurti, dhe pse Vjosa Osmani sërish po heziton me marrë rolin e vetë. Në fund të fundit, është e obliguar me kushtetut të garantoj funksionimin e institucioneve. Është e obliguar. Pse do të mjodhon koha ajo, qonë gjykatë kushtetuse. Qo me njëherë. Absolutisht. Tash, domethënë, për mu është e qartë që Kurti s'po don institucionin. Tash, apo e zvarit procesin për me qunë në një moment kur do me i bo zgjedhjet në një moment vëllëshëm për të, apo e zvarit procesin për me lodh kundërshtar. Ta nuk e di. Pra po kthehemi te çajo, domethënë këtu për shembull ti nuk mundesh me lexuar strategji të lëvizjes, ndosë s'po nga sjellët e saj. Ose deklarimet. Se unë e kuptoj që partitë politike kanë një strategji, dojnë me mbriti,
Unë e kuptoj pa ashtu që partitë politike nuk dalin më ta shpalosë kësaj strategjinë, po dhe bashkë kur gjë mos më të folë për strategjinë, kjo s'ka kuptim. S'ka. Ti deri dhe kallzon cilë qëllime. Pra ata që e tha zoti Abdigjiku mas takimit të presidentit. Uaj është e tmerrshme. Pa edhe është të mëshme, unë mendoj që është e vërtetë, mendoj që për mend ashtu e ka thënë. Jo, se ka pas edhe njerëz tjerë aty, nuk doli kërkush me demantu. Po. Domethënë zoti Kurti po thotë nuk kemi urgjencë për institucione. Unë jam mirë çka keni ju. Apo çështu është qasja aty. Urgjenca tha është mediatike. Sa është mediatike. Nuk është, problemi është që të urgjencën e kanë krejt njerëz tjerë përveç tina. Edhe presidenti ja ka urgjencë. Me gjithë sjelljen e saj kështu me radhë, po çdo që po i thotë që po i hupim çdo milion, çdo po i hupim ose s'kena institucione. Për shembull, na nuk bëna me marrë në planin e rritjes pa e miratuar atë në kuvend. Pa miratuar në kuvend është pas kuvend konstituum. Domethënë zoti Kurti zot është ka i nal fondet që mund me ardh për PS. Një pjesë na e ka nal masat e PS për shkak politikave të Kurtit, duhet me thonë këto. Se s'është ajo veç që unë dhe kanë thonë kështu tash, ajo është arsyeshme e drejtë, ajo tjetër që një pjesë edhe më të madhe financiare është ka e nal mos konstituimi i kuvendit. Mos konstituimi i kuvendit është problem ose fajt drejt për së drejt i zotit Kurti. Kaq, hajde që ta zëm ata çush po thonë, jo na s'kena fajt, na pe votojmë, ta s'podojmë na votu. Domethënë, ta nuk jetë të kuptuar një gjë shumë thjeshtë. Kur je më i madh, ki më shumë përgjegjësi. Apo? Po. Për shembull, na kemi fëmijë, nuk e fajsoj fëmin tem ta zëm 18 vjeçar, njëjtë si djalin 12 vjeçar. Shumë vajzoj njëjtë. Apo, ky më i madh ka më shumë përgjegjësi, s'është më i vetëdijshëm, është më i pjekun. E tash kur je më i numër, ti ke mundësi më të mëdha. 48 deputet kanë më shumë mundësi se 20 deputet. Pse ti nuk po mundesh me gjetë zgjidhje ndaj këtij problemi? Domethënë, cilat janë ato mënyra që shtyja shet dalë nga ky problem? Me 48 deputet, me pas udhëheq ky politik normale, të komunikimit normal me kundërshtar politik, ky nuk është dashur me pas problem me zgjedhjet e presidentit. Absolutisht. Pra me kriju një koalicion të fuqishëm, se cila parti është lakmon me him pushtet. Dhe unë mendoj që edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, të dyja të kishin hinë koalicion me të, nuk kishin hezitu. Në situatë normale, ku ishim silur normale. Situatë normale. Absolutisht që po. Kishin marrë hise dhe përgjegjësi natyrisht me ecë ky vend përpara. 48 deputet, zoti tha që nuk i ka pas kurrë. Kur si ka pas? Po si ka pas problemin ndërtu institucionet. Me një, me dy, me pak dardangash janë, më i ke pakaj, edhe krijoj ke institucionet qeverin. Me Becet Pacollin për ka qeverisë, do me thonë, aq ngusht i ka pas numrat, me Becet Pacollin ka qeverisë pas një... Pra ka zgjatë qeveria, ka zgjatë qeveria pas një problem. Ka pas një opozit këgjatë fort, në kohën e LDK vetë vendosi AK në opozit. Sigurisht ka gjani fakt, edhe numër edhe në artikulim ka qenë opozit e fort. Përshet, ashtu të mendoj që për shembull zoti Kurti friksohet me hi në kësi lloj betejë politike. Zoti Kurti ka qef me hi në betejë politike që është i sigurt që i fiton. I sigurt që i fiton edhe i sigurt që nuk cënohet. Tash kur henti me një qeveri të koalicionit të kështu me radhë, ku ka garë politike, ka pak cënohesh, ka pak allëmush me hub, me përgjithësi, do sa ne i bën mirë, do sa ne jo bashkë mirë. E në që drejtim, ai për shembull, qëre, është një fjalë dhe sjellja e tij gjatë fushatës. Po edhe kjo çështja tjetër, domethënë edhe sjellja e tij pas zgjedhjeve ka qenë jashtëzakonisht jo bashkëpunuese. Pra ti hajde gjatë fushatës mendon që kemi marrë 50% dhe thu s'u vy këta prandaj po i shaj. Unë nuk pajtona, pa hajde që deri diku po të kuptoj. Kur e ke marrë vesh që të vyn dhe vazhdon me u sjell ndaj tyre si vazhdon, ti në fakt po thu unë s'po du bashkëpunim. Dakor, s'po dam bashkëpunim. Hajde pra po shkojmë zgjedhje. Jo s'po dua sa ata. E çysh do më zgjedh situatë. Domethënë problemi më i madh që unë po e shoh që tendenca më ndaj që çdo që jemi. I bllokuam se tek e fundit t'i japim do mos më marr përgjithësi. T'i japim zgjidhje dika, ja bën në koalicionin me PDF, për shkak prova SSD ja bëhet. Ja bën në koalicionin me 61 deputet, e të qymë qysh për del, ja thuj hajde më shkojmë zgjedhje. Njëra për ty. Ja, do të më bo, se u shku më bon më shumë se 3 muaj që s'kena institucion, që kanë të brejta. Mos i ka hi menja është bindë dhe ajë se Kosova me gjithatë dhe shteti ecë edhe pa të. Pra njerë në një kohë kur ajë ka konsideru vetën si shpetimtar këtij vendit, dhe për 4 vjetë mune me numru në gishta sukseset, ndërkohë me tonelata janë gabimet edhe ato dështimet e tij, mos është bindaj që Kosova hecë edhe pa të. Pra, në gjendjen cilën jemi nëse,
Kjo gjendja e izolimit Kosovës fillon shumë herët. Shumë herët ka nisë kjo. Gradualisht kemi mërrit deri në këtë pikë, tash që jemi të izolum krejtësisht. Absolutisht ne jemi të izolum krejtësisht. Të mbytun në këtë lumin politik që është kriju, në këtë helmin që është injektu në popull, ku se cili tjetrin e shesi armik, se cili tjetrin e shesi bashkëpunëtor të Serbisë, se cili tjetrin e shesi fajtor, ndërkohë kërkush nuk e sheh veten, me thonë se çka është ndodhur. Ki situatën me Barllogun në Prishtinë, ku një ndërmarrje komunale është në konflikt me komunën e Prishtinës, a qytetin e ka mlu Barllogu. Palët nuk kanë tendencë për me gjetë zgjidhje, se ma le të gjejnë zgjidhjen, se sa me bloku. Barllog është Prishtina sot. Barllog është edhe politika jonë. Pra kemi mri në një situatë politike të kontaminimit, ku gjithë ka ezë dush me majtë hund të mbyllën. Pse? Për shkak politika të gabume, për shkak të qasjes armiqësore që është ndërtu ndër vite në këtë vend, veçanërisht këto 4-5 vjet e fundit. Ju jeni me Serbinë besar. Kështu ju sheh një pjesë e këtij milleti. E publikova jo pa qëllim disa mesazhe të një zonje të një gruaje e cila ishte 61 vjet. Do me thonë 69 vjet. Çfarë helmi ka arrit Albin Kurti mja injektua asaj dhe shumë të tjerëve, sa me të qelë telefonin, me më gjetë mu ku jam, dhe me anis me mallku. Me më sha, me më fy, me mallku. Pse? Sepse partia e saj e preferume dhe Albin Kurti e ka ndërtu këtë frymë, që kushdo që është kundër tyne, është me Serbi. Sa rrezikshme është kjo për neve. Sa kohë neve na duhet mu shëru për i kësaj. Edhe kjo, për mendimin tem, është një për atyre faktorëve që është përfaqësuar një mungesë absolute të përgjegjësisë, që e kemi na karshi shoqënisë dhe si më thon kohezionit shoqëror mbarvajtjes. Këtë sjelljet politike dhe veprimet, unë mendoj që janë të papërgjeshme nga kjo perspektivë, nëse i shikon. Pra dëmin që e bëjnë në shoqëni, polarizimi shoqëror. Polarizimi shoqëror bën dëm. Ti polarizimi shoqëror për shembull mundesh me nis si mënyrë për përfitim elektoral. Edhe përfiton nashta. Mi po ti nuk mundesh me nal kur don ti. Kjo pastaj mund me marr jetë të vetën, edhe bëhet shumë keq. Për shembull, kjo unë mendoj që që ky polarizimi është drejt për së drejti humbje e perspektivës, ose në një farë mënyrë ta krijon përshtypjen që këtu nuk ka perspektivë të njerëz normal. Çka bën që ta njerëz normal? Ose e kërkojnë një vend tjetër, ose e kërkojnë një ide tjetër. Ideja tjetër e cila t'jep kohezion mas shumë të është religioni. Që ta spjego botën pej solit e dej mas 1000 vjetë. Dhe njerëz pastaj gjejnë prehjen këto sepse e shohin që në skenën publike në përgjithësi kur gjë nuk ka përveç se interesa brutalisht egoiste të individëve që janë përfshirë këto. Pra kur del thot njëri jo se kjo nuk i konvenon për shembull partisë teme, ti thua ata veç ti si parti ki përgjithësi mas po që i konvenon shtetit ti për shkak ekziston. Po partitë janë për shtetin. Ai natyrisht shikoj interes partia, natyrisht nuk më njeh ato. Mirë, po për çka vepron ti vepron për një çështë caktuar. E dyta pastaj, unë mendoj që çfarë Kurti, po t'i shkon i bindur që qeveria eventuale, PDK, LDK, AKR, NISMA, do të kishte me qenë qeverie pas suksesshme. Sot kishte ndihmuar në krijimin e saj, sepse ja ka kriju edhe në situatë jashtëzakonisht ideale për mu kthy me 50%. Fakti që ai tutën që kjo mund me qenë qeveri e suksesshme, më mirë se ti. E bën ato me bloku, më e mirë se ti. Edhe shumë mirë thash to, se tash një qeveri ka mu krahasu me qeverinë Kurti. Jo më me ato tjerat. Asnjë që këtë qeveri të kaluar janë krahasu me fjalët e Kurtit. Qeveria e parë që mund krahasohet me veprat e Kurtit është që kjo si vjen nëse bëhet qeveri pa vetëvendosje. Edhe nuk i ka bash gjasat e vogla më konë qeveri e suksesshme. Për shkak të një siç e përmendet ti, mungesës absolute të suksesit të qeverisë që shkoi, dhe e dyta për shkak të qyre kanë programe ambicioze lidhur me PDK. Tash mos po them që ti mund këtë zbatu se ku është kurrë thonë, po në pjesë të mos zbatu Kosova ndryshon për të mirë. Na çton duke haru. Për shembull një qeveri e cila ta zëm në vend të që hajde pe marrë Ministrinë e Drejtësisë. Cila kishte me qenë opsionin në një qeveri pa vetëvendosje. Doar Sakica, përparim Gruda, tjerë, apo cili është opsioni sot? Ja Albolena e Vlerëm Sallahu. Merrën një Ministri të Ekonomisë për shembull, ekonomi dhe financa.
sa njerëz i ki në LDK, prej Abdullahutit e tjerët, edhe krahasoj me Kur'an Muratin, cili është ministër më i mirë. Të mos flasim për politikën e jashtë, që gara e shkon jashtë. Zakonisht e marrë. Me Enver Hoxha, me Vlora Qitaku, me Bernard Nikaj, me... Do më thotë e kështë pas një qësi qeverie. Dhe krahaso me që qeverinë sot. Politikën e jashtë me ta njekë Vlora Qitaku, ose Enver Hoxha, ose Bernard Nikaj, ose cili do. Krahasuar me të Nika Grevallë. Tash cila qeveri kështë me qenë më mirë. Se kjo është për mu e dukshme. Edhe ati pse është e dukshme dhe edhemshme, që i jem të e humbë në basë një shansë me pas një qeveri tjilë, e kena me përfundu kush e di çfarë qeveri. Jemi të e humbë këtë shansë edhe për fajtë LDK-s. Nuk po e themi mjaftueshëm, mbase jam vetëm që po e theksoj, duhet me u përcaktu diçka, se për këtë arsye merr hise në jetë publike dhe merr vota. Dakor, të ka përgjithësinë, LDK-ja pajtona plotësisht. Unë mendoj që edhe LDK-ja ka përgjithësinë vet. Mirë po, çore tash strategjia e partive që kanë qenë në opozitë. Strategjia deri para 2 java, 3 javë. Megjithatë nuk ka qenë e pa rëndësishme sepse kanë bërë shumë dukshme bllokimin që po e bën vetëvendosi. Mirë po mendoj që kjo konsumo. Na kur gjë mos jem të mësuar seancave. Këtë petim që ka ndodhur, këtë petim që ka menduar. Që tashun e ti mujna në detaj me ta spjegu që ka mendohet të haunë në kërësë. Që të merë këshyre sot, merë këshyre pandje, edhe që ato e ki. Vish një gjës po e kuptoj. Pse Zotë Avni Dehari po i thot gjithmonë konstitutive? Në më thonë nuk në qëto 17 seansat pak të një shdo me qatë të mjahit me kuptu që është konstituive. Zarë, faleminderit. Ishte knatësi. Edhe për mu knatësi, uroj në misionin tjetër, kemi me pas diçka pozitive me folë. Sot folëm për shumë çka pozitive, për që lidhet me Shqipërinë dhe Kosovën. Uroj që për Kosovën kemi me pas mundësi me nxjerr detaje dhe elemente pozitive. Ja, do të ashtu. Mirupafshim. Mirupafshim.